Kryetari i qeverisë Kristian Mickoski në seancën e sotme parlamentare për pyetje të deputetëve theksoi se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën që qeveria e BDI-s dhe LSDM-s, ku zëvendës kryeministër i parë ishte Artan Grupi, rekomandoi të hiqet balansuesi dhe për këtë BDI u detyrohet me kërkimfalje para së gjithash qytetarëve shqiptar. Ndërsa ligji për përfaqësim të drejtë të cilin e përgatiti kjo qeveri mori rekomandim pozitiv nga Komisioni i Venecias, kurse vendimet e komisionit zbatohen sipas metodologjisë për aderim drejt BE-s. Nuk është e saktë dhe nuk është e vërtetë që me ardhjen e kësaj qeverie është fshirë instrumenti balansues. E vërteta është se qeveria në të cilën ishte BDI-ja, ndërsa zëvendës kryeministër apo zëvendës kryeministër i parë ishte Artan Grupi, në një mbledhje ka sjellë vendim me të cilin e fshin dhe jep mendim se duhet të fshihet instrumenti balansues. E njëjta gjë më pas është fshirë në raportin e screeningut të Bashkimit Evropian. Kjo është e vërteta dhe të gjithë qytetarët në mbar shtetin, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, duhet ta dinë të vërtetën sepse meritojnë ta dinë atë, potencoi kryeministri Mickoski sot në kuvent. Mickoski theksoi se për ligjin për përfaqësim të drejtë, Komisioni i Venecias ka dhënë rekomandim pozitiv për këtë ligj, ndërsa vendimet e Komisionit të Venecias sipas metodologjisë së re të aderimit dhe negocimit sipas klastereve të kërkuar nga ana e Francës janë vendime të cilat nuk komentohen por zbatohen, sepse janë pjesë e procesit adherues drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë kreu i kuventit Afrim Gashi tha se më shumë mundësi ligji për përfaqësim të drejtë, i cili mori mendim pozitiv nga Komisioni i Venecias, qeveria ta dorëzoi gjatë muajit janar dhe menjëherë ta vendos në seancën plenare për miratim.